presim që deri në fund të vitit të ardhshëm kjo fabrikë të funksionalizohet, pra që Serbia vazhdon të ketë qasje hegemoniste në raport me vendin tonë. Është një rast izoluar normalisht, rast që nuk ndodh vetëm te ne. Forca e sigurisë së Kosovës është në një dimension krejt tjetër, është në një zhvillim dhe stad krejt tjetër, është edhe krahasohet me forcat e tjera që i kemi në rajon, por edhe më gjerë, dhe është e gatshme që përveç mbrojtjes së territorit, jetës së qytetarëve, gjithashtu të kontribuoj edhe për paqe edhe siguri kudo në botë. Presim që deri në fund të vitit të ardhshëm kjo fabrikë të funksionalizohet, pra të filloj prodhimin e këtyre municioneve dhe mund të them që në fund të vitit të ardhshëm do të kemi plumbat e parë që do të prodhohen në Kosovë nga një fabrikë shtetërore e Republikës së Kosovës për nevoja të ushtrisë, policisë, por edhe për nevojat të eksportit. Ne si Ministri e Mbrojtjes, duke qenë që përfaqësojmë trashëgiminë ushtarake të popullit tonë, në këtë rast të ushtrisë qendrore të Kosovës, jemi të angazhuar dhe diskutojmë që kemi mundësi që ta bëjmë këtë me gjithë partnerët tonë për të ngritur çështjen e arrestimit të pjesëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, mirë po përtej arrestimet të ushtrisë, të pjesëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, Serbia vazhdon të zbatojë qasje hegemoniste në raport me vetë ekzistencën e shtetit tonë. Pra nuk është problem vetëm një pjesëtar i USHK-s, nuk është problem vetëm një polic, është problem që Serbia vazhdon të ketë qasje hegemoniste në raport me vendin tonë. Por ky rasti që ka qëndruar edhe që vazhdon të qëndrojë ai pjesëtari në SBA, ka ndodhur diku para 5 muajve, pra nuk është brenda 3 muajshit, është një rast izoluar normalisht, rast që nuk ndodh vetëm te ne, ndodh në shumë vende, të cilat kanë lëvizje të ushtarakëve në shtete të ndryshme. Ne kemi pasur diet një kontingjent prej më shumë se 130 pjesëtarëve të FSK-s në trajnim në SBA, dhe këtë rastin e izoluar, kur një pjesëtar i ka qëndruar atje, ne kemi adresuar më njëherë, pasi që jemi informuar për këtë çështje, te autoritetet e SBA-ve, si dhe gjithashtu në ambasadën tonë në SBA. Normalisht më njëherë ai është larguar nga Forca e Sigurisë Kosovës. Kemi vendosur kontaktet me autoritetet në SBA për kthimin e tij në Kosovë. Në rastin më të mirë për të, ai asnjëherë nuk mund të arrijë që të legjitimojë qëndrimin e tij në SBA, kurse për pjesëtarin që dyshohet për sulm seksual në Britani të Madhe, ne kemi ngritur normalisht gjitha komisionet dhe ato struktura të cilat merren me këto lloj rastesh, ende nuk kemi një verdikt final.